Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka organizuar në Shkodër një takim informues mbi skemat e mbështetjes së kësaj agjencie për fermerët dhe blegtorët e zonës, si dhe kushtet që duhet të plotësojnë secili për të përfituar nga këto skema. Por ashtu si edhe në takimet e mëparshme, hallet e vetë fermerëve duket se kanë zbehur ndikimin e këtyre skemave, të cilat nuk po japin efekte as në rritjen e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale dhe as në ekonominë e fermerëve. A duhet të ketë në informacion bujqësor këtu? Si ne marrim pesticidet, kemikatet, edhe s'ta shohet fatura? A dini ju që bujqësia është në 50% në Rabia? E dini shumë mirë, sepse janë tëra ato për vjetë. A dini ju që është problemi më i madh i fshatrave, i fermerëve që ky zotnia apo ajo zoja nuk dojnë me ditë që për sa kohë që tjetë ligji 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetvrasje. Sa janë që punojnë? Fëmija u aratisën, tiket. A ju shkon mend ju që mata 22 lëm toka, 24 që ka mund që i kam gjysën të ujën, që po i thëmë se i kam mjetë mund të baj balun si mosh që i kam asaj to, që dush mjetë tja të. Ti pa mi falë, po se më zoti mi shpezu. A jetin gjendë i mishuat jeta i veshi shurdhët, kur prodhimet tona hidhen kanal, se e blen 5.000 lekë kilo domate të. Trektari preti nga koha dhe më thënë mu, edhe e merë, malin të me merë 1.000 lekë, edhe e kam mujtë disa herë këtë problem, edhe e shetë malin tëm 4.000 lekë atje. Këto mi hapë vesh institucionet. Këto janë probleme që e qojnë fshatin tonë në buzë të grëmis. Janë mëllë borgjat në tonë veri pothuajse. Edhe 1 kilo ujë banë 1.000 lekë. 1 kilo qumsht banë 450 lekë, maksimumi 500 në zezë. Me na bon kilën e qumshtit, sa kilën e ujit e këtë dona. Tonë në japin të rejtë sa herë tash 15 vite, thonë po, gjanë zbahat. Në fakt, skemat e mbështetjes ndaj fermerëve dhe blegtorëve me gjithë ndryshimet e përvitshme, duket se nuk po japin efektin e duhur në prodhimet bujqësore dhe blegtorale në vend.